Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salatet e selamet i takojnë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wasalam. Të nderuar vëllezër, do të flasim rreth besimit të ehlis sunetit, pra rreth besimit të drejtë karshi emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Para se të bisedojmë të thellohemi në këtë pikë, një përkujtim rreth hadithit të pejgamberit alayhis salam që ka të bëjë pra me temën të cilën jemi, pra me emrat e Allahut subhanahu wa taala. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i ka 99 emra, kush i numëron do të hyjë në xhennet. Tash në këtë hadith ku është përmendur ky tekst, pas këtij hadithi janë përmendur edhe 99 emra të Allahut. Dhe këtë transmetim e gjejmë tek transmetimet e Imam Tirmidhiut. Kurse tek transmetimet e Imam Buhariut dhe Muslimit është vetëm teksti hadithit pa emrat e Allahut Azza wa Jall. Pa teksti hadithit kush i mëson apo kush i numëron 99 emrat e Allahut do të hyjë në xhennet. Kurse 99 emrat që kanë ardhur në transmetimin e Imam Tirmidhiut, shumica këtyre transmetimeve ku janë përmendur 99 emrat e Allahut është pra transmetim i dobët. Ku transmetuesi i cili i ka transmetuar këtë hadith, pa njëri prej transmetuesve i cili quhet Walid ibn Muslim, ky pra kur e ka përmend tekstin e hadithit, këtë 99 emrat Allahut i ka përmendur nga hoxhallarët e tij që i kanë përmendur. Pra nuk është hadith që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por ja ka bashkangjitur tekstit këto emra që i ka mësuar prej hoxhallarëve të tij. Andaj, ai kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i mëson apo në transmetimin tjetër i përmend këto, i numëron këto 99 emrat Allahut do të hyjë në xhennet. Do të thonë edhe ja ka shtu pjesën tjetër, gjë që janë pra ato përmbledhje të hoxhallarëve nga kush i ka mësuar. Kështu pra, të jemi të qartë që 99 emrat e Allahut të cilët janë të përmendura, pra është një transmetim i dobët, po më saktë është ato që mirën pra prej ajeteve të Allahut të ndryshme dhe që kanë ardhur në hadithe të ndryshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra që lidhet me këtë, me qenë se kemi folë pra edhe në dersin e kaluar, në hadithin kur ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që është më rëndësi, për 99 emrat e Allahut, nuk do thotë që Allahu nuk ka më shumë se 99 emra. Pra, ky hadith me 99 emrat e Allahut nuk i përkufizon asesi emrat e Allahut subhanahu wa taala. Sepse, qështan, pra, kemi në hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallam e ka lutur Allahun azza wa jall edhe me emra sekrete, që i din vetëm Allahu azza wa jall dhe askush tjetër. Pra, Allahu ka më shumë se 99 emra. Por, këtu në hadith që është e përmendur kush i numëron apo kush i mëson këto 99 emra, do thotë që 99 kush i mëson do të hyjë në xhennet. E nuk do më thonë që nuk ka dhe më shumë, por e ka përkufizuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që 99 emra kush i mëson do të hyjë në xhennet. Kjo do vlen si shembull, me thonë Zejdi i ka përgatit 1.000 euro për mi dhuru. Nuk do thotë që Zejdi nuk ka dhe më shumë se 1.000 euro. Ose Aliu, themi, ka përgatit 100 palë tesha për sadaka. Nuk do thotë që Aliu nuk ka tesha tjera, por 100 do t'i dhuroj. Edhe kjo është pra një përgazim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që 99 emra kush i mëson apo kush i numëron do të hyjë në xhennet.
Pra e ka përkufizuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkaqet e përurësit që dihen dhe përurësit që nuk dihen. Që më let për mi mësu. Tjetra, është si kur ajo për me në nëzit neve që mullet i mësëm 99 emra. Tjetra, është të përmendur pra ka ardhur tek. Hadithin tjetër, që ta përmendim, që është po ashtu hadithi sakt të imam Buhariu, Allahu Azza wa Jalla posedon 99 emra 100 pa 1, kush i mëson do të hyjë në xhennet. Ka ardhur kështu teksti, kush i mëson? Teksti tjetër ke, kush i numëron ato. Gjë që na tregon pra ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që çka është qëllimi edhe i numërimit. Është vetëm mi numëru si numër Allah ar-Rahman ar-Rahim, dhe që kështu mi kalu, për ka thënë edhe kush i mëson ato. Pra, djetarët kërë kanë spjegu këto hadithe që kanë të bëjnë me emrat e Allahut Azza wa Jall, kanë thënë, pra, numërimi i tyre nënkupton mësimin e tyre për menç, dhe duke punuar me përmbajtjen e këtyre emrave. Pra praktikimi i këtyre emrave, me mësu për menç, edhe, në më thënë, po ashtu me punu si pas kuptimit këtyre emrave të Allahut Azza wa Jall. E dyta, pra, me kuptu këto, edhe me i mësu këto emra të bukur të Allahu Subhanahu wa Taala, gjë që na mësojnë neve dhe na nxitin që na t'i kuptojnë në formën më të mirë këto emra të Allahut Subhanahu wa Taala. Kjo në kupton pra mësimin edhe pra numërimin. Kur themi mi numëru edhe mi mësu, kjo automatikisht na kërkohet prej neve që ne të thellohemi. Pra, po kërkohet prej neve pra numërimi që do të thotë me imbajt në mend, dhe tjetra po kërkohet pra mësimi, kur themi pra studimi i këtyre emrave të Allahut Subhanahu wa Taala. Dhe kur i studiojmë, atëherë kërkohet pra prej neve praktikimi dhe puna me këto, me emrat e Allahut Subhanahu wa Taala. E treta, pra kërkohet analizimi i ndikimit të emrave të Allahut Subhanahu wa Taala. Pra, kur e analizojmë, kur e dim që Allahu Azza wa Jall dhe kemi studiu që Allahu është i mëshirshëm, atëherë kuptojmë ndikimin e Allahut, ndikimin e mëshirës tek robërit e Allahut Subhanahu wa Taala. Kur e mësojmë dhe analizojmë fjalën e Allahut El-Ghafur, falës, ose ghafir. Kur analizojmë këto, ose El-Ghaffar, që kanë të bëjnë? Falës i madh. Pra i analizojmë, i studiojmë, e kuptojmë ndikimin e Allahut, pra ndikimin e emrave Allahut Subhanahu wa Taala dhe cilësive të Allahut Azza wa Jall në jetën e besimtarit. Dhe tjetra që kërkohet për këtyre, pra mësimit, studimit, pra numërimit, përmendesh të emrave të Allahut Subhanahu wa Taala, pra memorizimet e këtyre, është që ne ta lusim Allahun Subhanahu wa Taala me këto emra. Se si të lutet Allahu kur njeri nuk i din këto emra të Allahut Azza wa Jall? Që ta lutet Allahun Subhanahu wa Taala nëse nuk i din këto 99 emra të Allahut? Pra lutje do ta ketë më të përkufizuar ku nuk i din 99 emrat e Allahut, apo që janë edhe më shumë se 99 emrat e Allahut. Andaj, sa më shumë që ti mësojmë, sa më shumë që ti studiojmë, edhe ti memorizojmë këto emra, do të mundemi me lutë Allahun Subhanahu wa Taala, o falës, mi falë mëkatet, o e gjithë mëshirshmi, më mëshiro, o sunduesi botrave, më forco, o i dituri, mi falë mëkatet që mi dil mua,
që unë ndoshta i kam haruar dhe nuk i di. E kështu të me radhë, se Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar neve që ne ta lutim, ta thrasim Allahun azza wa jall me emrat e tij. Pra lutjet i bëjmë me emrat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe lutja është më e pranuar tek Allahu azza wa jall kur ta lutim me emrin adekuat për një çështje të veçantë. Pra e thrasim Allahun me emrin adekuat. Pra, nëse dikush është duke kërkuar për Allahut azza wa jall pasuri, se i ka punë të ngushta, e thirë Allahun me emrin El Ghani, i pasuri, El Wahhab, dhënësi. Pra, e lutë Allahun azza wa jall me këto emra, edhe lutja është më e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe përgjigja do të jetë më shpejt. Dikush është i sëmur, është duke vuajtur për ndonjë dhimbje. Dhe lutë Allahun azza wa jall me emrin e Shafi, shëruesi. Shëruesi i madh. O shëruesi i madh, o Allah, më shëro, më largo dhimbjen, e kështu me radhë. Pra, kjo është çështja o vëllezër, kur themi pra mësimi dhe studimi i emrave të Allahut subhanahu wa taala. Nuk është çështja vetëm të mësohen përmendsh, por është çështja ti studiojmë, ti mësojmë kuptimin e këtyre emrave të Allahut dhe ashtu të kuptojmë pastaj edhe ndikimin në jetën tonë, në jetën e besimtarit. Pra, këto derse janë vetëm hyrje në emrat e Allahut subhanahu wa taala, e që me lejen e Allahut në dersin e ardhshëm do të fillojmë pra drejt për drejt me shpjegimin e kuptimit të emrave të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu duhet që ehles suneti, që jemi ne pasues të ehles sunetit, të kemi të qartë bët kuptimin rreth besimit të emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. E që besimi më i drejt karshi emrave të Allahut azza wa jall është besimi i ehles sunetit. Pra, larg ekstremiteteve, larg atyre të cilat i kanë mohuar cilësitë e Allahut dhe si rezultat më pas i kanë mohuar edhe emrat e Allahut azza wa jall. Apo mes atyre atij ekstremiteti tjetër ku e kanë ngjasuar Allahun azza wa jall me cilësitë apo emrat që ata i kanë kuptuar edhe në ashtu dhe i kanë formatizuar ato emra dhe cilësi të krijesave. Besimi e ehles sunetit është pra besimi mesëm, besimi më i mirë, besimi më i drejtë, ku është larg këtyre dy ekstremiteteve. Njëri prej dietarëve, Shankiti, shpjegon dhe thotë që metodologjia e studimit të emrave dhe cilësive të Allahut azza wa jall duhet që padyshim të ehles sunetit ta dinë që zhytja e tepërt në studimin e ajeteve, të cilat pra ngërthejnë pra cilësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe pyetjet e shumta rreth këtyre çështjeve si, qysh, tek, pra nuk është rrugë e ehles sunetit, pra është rrugë e bidatçive. Pra, ata së pari pa këto dy ekstreme që kanë ndodhur mes tyre. Njëherë e kanë portretizuar cilësinë e Allahut azza wa jall në kokat e tyre e pastaj kanë thënë, jo, për kjo s'ka mundësi, e kanë portretizuar me krijesa, me cilësitë e krijesave, dhe duke ikur nga kjo, i kanë mohuar, kanë thënë, jo, atëra pra, ti mohojmë atë në këto. Ka thënë se mendja jonë nuk i logjikon këto gjëra. Atëherë çka të bëjmë? Thotë, po i mohojmë këto cilësi. Dhe si të tillë pra, dhe ajetet e Allahut azza wa jall kanë thënë, nuk i dim se çka është qëllimi. Po Allahu e ka zbritur Kur'anin për njerëzit. Dhe ka thënë që e kanë zbritur Kur'anin në gjuhën më të mirë, të kuptueshme për njerëzit, e më thënë që jo, ky ajet nuk qenë ka i kuptuar. Po për kë e ka zbritur Allahu azza wa jall Kur'anin? Por problemi i tyre që janë futur në për filozofia, janë futur në për
mendime të filozofëve, mendime të ndikuara nga filozofët grek, që të cilët kanë filluar dhe kanë filozofuar për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, dhe këta nga friga që mos të binë ku kanë ra ata, që mos të binë sikur se mugjessimet, ata të cilët i kanë portretizuar Allahun subhanahu wa taala me figurë që i kanë dhënë, pra me cilësitë e krijesave, nga friga që mos t'i ngjason atyre kanë ra tek ekstremiteti tjetër, tek mohimi i disa cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Sepse të tjerat kanë ra, aty ku kanë ra, pra idhujtarët e kanë gjasuar Allahun azza wa jall me cilësitë e krijesave, duke thënë që logjika jonë nuk mund të me logjiku vetëm se dhe me paramendu vetëm se këtë cilësi që e kanë cilësinë edhe njerëzit, edhe kanë portretizuar Allahun azza wa jall me cilësi të krijesave të tij, Allah na ruajt. Pra, këto të dy grupet kanë ra aty ku nuk duhet me ra një besimtar. Pra shtylla e parë që besimtari duhet ta di, që konfirmimi i cilësive dhe emrat e Allahut subhanahu wa taala, pra bëhet që duke ditur që Allahu azza wa jall nuk i ngjason askujt. Se Allahu azza wa jall na ka thënë në Kur'an, pra asgjë nuk i ngjason atij, Allahut azza wa jall. Dhe ajeti tjetër, askush lejse kemithlihi shay, askush nuk është i barabartë me Allahun subhanahu wa taala, as me emra, as me cilësi. Pra, askush nuk është sikur se Allahu subhanahu wa taala kur themi, kjo do të thotë që dhe askush nuk i ngjason Allahut azza wa jall me emra apo me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala që i posedon vetëm se ai. Ajeti tjetër, andaj mos e gjasoni, pra mos e krahasoni asnjë me Allahun subhanahu wa taala. Pra i pranojmë emrat dhe cilësitë e Allahut azza wa jall pa gjasuar me askë. Pra e dyta, shtylla e dytë në këtë besim është se kur besojmë se diçka është pjesë e Allahut subhanahu wa taala, atëherë kuptojmë se Allahu azza wa jall na ka treguar se Allahu është pjesë e cilësive të tij. Allahu është pjesë e cilësive të tij. Cilësi që i ka Allahu subhanahu wa taala dhe veprimet që i bën Allahu azza wa jall, sikur cilësia e krijesës apo cilësia e krijimit, që ka krijuar Allahu azza wa jall. Pra kjo i takon vetëm se është pjesë përbërëse e Allahut subhanahu wa taala. Kjo cilësi na tregon neve dhe na njofton neve për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, kështu që cilësitë e Allahut azza wa jall, asnjë cilësi nuk mohohet, cilat i ka përmendur Allahu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu vëllezër, shtylla e tretë në këtë besim është që me frenu dëshirën tonë për përfytyrimin e cilësive dhe formën e Allahut subhanahu wa taala. Sepse kjo është e pamundur, nuk ka mundësi të arrihet në logjikën e krijesave sikurse që jemi ne. Nuk ka mundësi ne të parafytyrojmë Allahun subhanahu wa taala. Padrasye, pra, përderisa na nuk kemi mundësi me parafytyru Allahun azza wa jall dhe me formatizu, sepse mendja jonë është e përkufizuar, atëherë dhe nuk ka rrezik që ne do ta formatizojmë Allahun subhanahu wa taala, por i pranojmë emrat e Allahut azza wa jall pa pyetjen si. Sepse ku kanë ndra të tjerët, ku e kanë formatizuar Allahun azza wa jall tek cilësitë e tij, duke e krahasuar me diçka. Si është Allahu, si është kjo cilësi, si ashtu, e ne i pranojmë këtë sikur se çka thon Imam Maliku. Ka ardhur njëri te Imam Maliku dhe ka pyetur për ajetin Allahut Ar-Rahmanu alal arshi istawa, i gjithëmshirshmi është ngritur pra mbi arsh. Edhe e ka pyetur si është ngritur mbi arsh. Imam Maliku ka thënë, ngritja është e njohur pra në Kur'an edhe në Sunet.
lartësia Allahut subhanahu wa taala. Dhe wal kayfu majhul, dhe si, ajo nuk dihet. Si veprimet e Allahut azza wa jall, cilësitë e Allahut azza wa jall, si vepron Allahu azza wa jall, si i krijon, çka bën Allahu subhanahu wa taala, kjo fjala si nuk dihet prej nesh, Dhe besimi për këtë çështje, për këtë cilësi të Allahut azza wa jall, është i obligueshëm. Jemi që të gjithë të obliguar të besojmë se Allahu azza wa jall është ngritur mbi arsh. Po si ne nuk e dim, e besojmë këtë çështje. Edhe nuk të shoh, ka thënë ty, vetëm se sikur një bidatçi, sepse bidatçit pyesin si dhe qysh dhe tek. Kurse tek ehli suneti i besojnë emrat e Allahut subhanahu wa taala, pa i formatizuar ato cilësi, pa i ngjasuar ato me cilësitë e krijesave, i besojmë ashtu që ka thënë Allahu subhanahu wa taala për ato cilësi, ku Allah ka përmendur fytyrën, ku Allah ka përmendur dorën, ku Allah ka përmendur gishtin, ku Allah apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo ku Allah azza wa jall, apo në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku është përmendur këmba, por nuk i dim se si. I besojmë këto cilësi dhe nuk e dim si, vetëm se i pranojmë dhe ja pohojmë Allahut subhanahu wa taala pa i mohuar ato cilësi Allahut azza wa jall. Pra ky është besimi i ehli sunetit që duhet pra të kihet parasysh. Pra në këtë mënyrë, në këtë formën, me pyetjet e ata, pra si, pra bidatçit që e kanë kundërshtuar pra këtë rrugën e selefëve, rrugën e gjeneratave të para, të cilët pa e kanë pasur besimin e pastër karshi emrave dhe cilësive të Allahut azza wa jall. Pra në këtë mënyrë ata kanë bërë 3 shkelje në njëjtën kohë. Pra e para e kanë mohuar realitetin e cilësive të Allahut azza wa jall, ka frika që mos i gjasojnë, e kanë mohuar komplet pra cilësitë e Allahut azza wa jall. Pra e kanë fjalën për disa nga cilësitë, komplet i kanë mohuar. Pa ashtu tjetra, pra e kanë pranuar krahasimin me krijesat e tij. Dhe në fund kanë ardhur pra që me i mohu cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Këtu kanë radhën ata që e përmendën pra edhe në fillim. Kështu që ehli suneti i pranojnë këto cilësi, mirë po e mohojnë diturinë e tyre për mënyrën dhe formën e cilësive të Allahut subhanahu wa taala. E tashmë do të futemi me i përmend emrat e Allahut subhanahu wa taala, pra në gjuhën arabe edhe kuptimin në gjuhën shqipe, ku do t'i përmendim dikun rreth 109 emra të Allahut azza wa jall. Pra këto emra janë përmendur në ajetet e Allahut azza wa jall, apo janë përmendur në hadithet të pejgamberit të sakta sallallahu alaihi wasallam. Pra fillojmë me emrin e parë, Allah, Allahu. 2. Ar-Rabb, Zoti. Al-Wahid, një. Al-Ahad, i vetmi. E shqipni që këto kanë 2 kuptime. Al-Ahad edhe Al-Wahid, pra kanë 2 kuptime të ndryshme. Janë që shtam pra me një burojnë nga një bazë, nga një folje, por kanë 2 kuptime. Al-Wahid, një. Al-Ahad, i vetmi. Ar-Rahman, mëshirëploti. Ar-Rahim, mëshiruesi. El-Hayy, i gjalli. El-Qayyum, i vetëqëndrueshmi. El-Awwalu, i pari. El-Akhiru, i fundit. El-Dhahiru, më i larti. El-Batin, më i afërti. El-Warith, gjithë trashëguesi. El-Quddus, i shejti. El-Sabbuh, i patëmeta. El-Selam, shpëtuesi. El-Mu'min, vërtetuesi. El-Haq, i vërteti. El-Mutakabbir, supremi. El-Adhim, madhështori. El-Kebir, i madhi. El-Ali, i larti. El-A'la, më i larti. El-Mutaal, i lartësuari. El-Latif, i buti. El-Hakim, i urti. El-Wasi, El-Wasi', i gjeri. El-Alim, i gjithdishmi. El-Alim, dje ploti.
Allamul Ghuyub, i dituri i fshehtësive. El Melik, mbreti. El Melik, gjithësunduesi. Malikul Mulk, bisunduesi i mbretërve. El Hamid, i lavdëruari. El Khabir, njohëploti. El Mejid, i lavdishmi. El Qawi, i forti. El Metin, fuqiploti. El Aziz, gjithfuqishmi. El Qahir, ngadhnjimtari. El Qahar, mposhtësi. El Qadir, i plot fuqishmi. El Qadiru, El Qadir, shumë i fuqishmi. El Muqtadir, më i fuqishmi. El Jabbar, rregulluesi. El Khaliq, krijuesi. El Khallaq, krijuesi absolut. El Bari, shpikësi i pashembullt. El Musawwir, formuesi. El Muhayyin, gjithvëzhguesi. El Hafidh, ruajtësi. El Hafidh, ruajtës ploti. El Wali, miku. El Mawla, përkrahësi. El Nasir, ndihmuesi. Khairun Nasirin, më i miri ndihmues. El Wakil, i mjaftueshmi. El Kafil, siguri dhënësi. El Kafi, i gjithë mjaftueshmi. El Samet, i përkryeri. El Raziq, furnizuesi. El Razaq, furnizues ploti. El Fattah, gjithë gjykuesi. El Mubin, i qarti. El Hadi, udhëzuesi. Pra, kur dikush kërkon udhëzim prej Allahut subhanahu wa taala, kërkon me emrin El Hadi, udhëzuesi, më udhëzo. El Hakem, gjykuesi. Khairul Hakimin, gjykuesi më i mirë. El Rauf, dashamirësi. El Wadud, i dashuri. El Barr, bamirësi. El Halim, i durueshmi. Ghafiru dhanbi, falësi i mëkateve. El Ghafuru, falësi. El Ghafaru, falës ploti. El Afu, mëkat shlyesi. Pra falësi, falës ploti. El Afu, mëkat shlyesi. Me t'i falë mëkatet është diçka, po edhe me t'i shly komplet mëkatet prej regjistrit, sikur se mos me ekzistu, kjo është fjala El Afu, pra emri Allahut azza wa jall, pra falësi apo mëkat shlyesi. El Tawwab, pendim pranuesi. El Kerim, bujari. El Ekram, bujar ploti. El Shakir, mirenjohësi. El Shakur, vlerësuesi. El Sami', gjithë dëgjuesi. El Basir, gjithë shëkuesi. El Shahid, gjithë dëshmuesi. El Raqib, gjithë vëzhguesi. El Qarib, i afërti. El Mujib, përgjigjësi. El Muhit, gjithë përfshirësi. El Hasib, llogaritësi. El Ghani, i më vetësishmi, pra i më i pasuri. El Wahab, dhurues ploti. El Muqit, më i forti. El Qabid, shtrënguesi i riskut. El Basit, lirues i riskut. El Muqaddimu, afruesi. El Muakhiru, larguesi. El Rafiq, mirëdashësi. El Mennan, begatuesi. El Jawad, gjithë bujari. El Muhsin, mirëbërësi. El Sittir, mbuluesi i gabimeve. El Dejan, shpërblyesi. El Shafi, gjithë shëruesi. El Tabibu, shëruesi. El Sejjidu, zotëriu. El Witr, teku. El Haji, i turpshmi. El Tajibu, i miri. El Muati, dhënësi. El Gjemil, i bukuri. Pra këtu i kemi përmend 109 emrat e Allahut subhanahu wa taala. E këto me lejen e Allahut azza wa jall do t'i shpjegojmë, pra dhashtë Allahu azza wa jall shëndet dhe rahati, do t'i shpjegojmë këto emra pra në ligjëratat e ardhshme. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah rujt, Allah shpëleft.